Qumësht me hudhër është përdorur gjithmonë për të ftuar parazitët në zorrën e trash. Së fundmi po kundërshtohet nga mjekët. Ju çfarë qëndrimi keni në lidhje me këtë kombinim dhe çfarë efekti ka? Është funksionale 100%. Pse? Hudhra ka kripra të sqyfurit. Dhe në industrinë ushqimore, dioksidi i sqyfurit përdoret si toksifikues 1 dhe si pastrues i enëve në të cilat do të përgatitet një verë mirë ose një birrë mirë e kështu me radhë. Dhe çfarë ndodh me këto kripra të sqyfurit? Gjithë këto parazit që ndodhen në organizmin e njeriut në sistemin e tretjes, atë mëngjesin e kanë kështu si me padurim, e presin me padurim për të marrë atë ushqimin e tyre, sepse kanë qenë tërë natën të uritura. Ndërkohë që ne u japim këtë qumësht, por të helmuar, po e flasim në gjuhën e trash, sepse ai ka pak nga këto kriprat e sqyfurit, ka alin, alicin që ndodhen tek hudhra dhe kalojnë tek qumështi. Atëhere, këto parazit e thithin, e marrin këtë ushqim dhe njëkohësisht marrin edhe nga pak toksina. Nëse ne marrim dhe pim një verë për shembull, të porsa hapur, ajo do na japi dhimbje koke. Jo se ka alkol shumë ose pak, por është ai dioksidi i sqyfurit që është futur dhe neve ajo menjëherë na shkon në kokë. Pra shikoj, një gotë verë dhe ne na turullos. Po ati paraziti, çfarë i bëjnë ato kriprat e sqyfurit? E toksifikojnë. Pra ai turulloset dhe futet në zorë. Ikën si i turullosur, një pjesë edhe mund të helmohen. Ndërsa vezës ajo si bën asgjë. Veza ka të guackën me kalcium të mbështjellë dhe është e mbrojtur si thua. Kur kjo çel bëhet larvë, atëherë organizmi e lufton shumë mirë atë. Atëherë le të themi tek qumshti me hudhra ose hudhra, të marrim 2 hudhra në mëngjes. I bëjnë shumë mirë organizmit të rritur. Fëmia një thelb hudhër në mëngjes dhe i bën shumë mirë. Ndoshta ka edhe medikament farmaceutik. Ne nuk themi hiqe atë patjetër, jo. Po kjo është një ndihmuese shumë e mirë.